E falenderojmë Allahun xhalla shanhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam, paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është hijri është rrugë drejt besimit të gjallë. Kur e pyetën Hazreti Aishën si ishte jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ajo u përgjigj shkurt: jeta e tij ishte Kur'ani. Kur Muhamedi alayhi salam arriti në Medinë bashkë me Ebu Bekrin, të gjithë dëshironin dhe shpresonin fshehtas që ai të qëndronte në shtëpinë e tyre. Në zemrat e tyre thoshin: i dërguari do të jetë mysafiri im. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyri në Medinë pas hijretit nga Mekka, ai nuk zgjodhi me njëherë një vend për të qëndruar, por e la deven të lirë duke thënë: lëreni, ajo është e udhëzuar nga Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu. Shtëpia e Ejub el-Ansariut ishte më e afërta me vendin ku deveja u ndal me vullnetin e Allahu xhalla shanhu, dhe ku do të ndërtohej xhamia dhe shtëpia e tij. Ejub el-Ansariu ishte fatlum, ishte një koqir i njeriu që ishte i dërguar i Allahu xhalla shanhu, vula e pejgamberis dhe Kur'ani që ecste, sepse jeta e tij ishte Kur'ani. Edhe ne në shtëpitë tona e kemi Kur'anin, por kjo natyrisht nuk do të thotë se ne edhe e jetojmë atë, se mesazhet dhe ajetet e tij janë pjesë e jetës sonë. Pse e shënojmë hijrin, që të na nxjisë drejt një besimi të gjallë, që Kur'ani të jetë i yni ashtu siç ishte vetë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh thoshte për veten: unë jam vetëm një njeri. Me këtë donte të theksonte se shpallja ishte për çdo njeri, por se detyra e tij ishte ta sjellë atë dhe ta mishëroi me jetën e tij, ta tregoi me jetën e vet. Ashtu si muslimanët e Medinës, ensarët dëshironin me dashuri të flakt ta kishin të Muhamedin sallallahu alaihi wasallam musafir në shtëpitë e tyre. Edhe neve na është lënë mundësia që Muhamedi alayhi salam të jetë mysafiri jonë, na gëzoi ashtu siç e gëzoi Ejub el-Ansariu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në shtëpinë tonë nëse falemi, sepse Zoti i lartësuar këtë obligim e përmend në Kur'an 130 herë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: faluni sikur të më shihni mua duke u falur. Namazi është themeli dhe shtylla kryesore e fesë sonë. Është pyetja e parë me të cilën do të përballemi kur dalim para Zotit të botës. Muhamedi alayhi salam është në shtëpinë tonë nëse agjerojmë, nëse e bëjmë këtë urdhër kuranor të gjallë në jetën tonë. Është e vërtetë se Ramazani tek ne ishte në ditët e nxehta, por në çfarë ditësh agjeronin i dërguari dhe shokët e tij, duke zhvilluar edhe betejë si ajo e Bedrit apo çtirimi i Mekës. Sifiret dhe iftaret ishin ngjarje, ishin mbledhje familjare që shprehnin mirëseardhje dhe ftesë për Muhamedin alayhi salam në mesin tonë. Muhamedi alayhi salam ishte mysafiri ynë, nëse jepnim, sepse çdo musliman e kishte për detyrë të jepte zekat apo sadaka. Secili jepte nga ajo që kishte, sepse e din nga vetë i dërguari, e kemi dëgjuar se edhe buzëqeshja dhe fjala e mirë janë sadaka. Në Kur'an, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalalu
urdhëron të japim, dhe atë që e jep e përshkruan si kallirin e begatshëm që ka 700 kokra. Nëse është misër ka 700 kokra, e nëse është grur 30 deri në 60. Muhamedi a.s. është mysafir tek ne, është me ne, nëse u bëjmë mirë prindërve tonë. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu në Kur'anin fisnik që gjendet në shtëpit tona urdhëron që të mos i falimi askujt tjetër përveç atij dhe që të bëjmë mirë prindërve. Hijri është pikrisht kjo, ta jetosh atë që shkruan në Kur'an, sepse që të jesh i denjë ta presësh Muhammedin a.s. si mysafir, jeta jote duhet të bëhet shpalli. Edhe vetë i dërguari këtë bëri, jeta e tij ishte Kur'an. Allahu Gjelle Shanuhu na urdhëron që të ndihmojmë njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri. Të ngjallësh këtë ajet, të ndihmosh dhe të ndërtosh marrëdhënie të mira me fëmijët tonë. Do t'i bëj shtëpijet tona, fshatrat dhe lagjet tona të denja për vizitën e të dërguarit tonë sallallahu alaihi wasallam. Le të jetë shtëpia jonë e gatshme për ta pritur Muhammedin a.s. në mënyrë që në të mos mendohet keq për askënd, të mos planifikohet e keqja për askënd dhe të mos gëzohemi për fatkeqësinë e askujt. Gjibrili a.s. i kishte premtuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se do t'i vinte dhe do t'i sillte shpallin. Dhe Muhammedi a.s. e priste në kohën e caktuar, por Gjibrili nuk po vinte. Melekët nuk gabojnë. Prandaj Muhammedi a.s. doli i shqetësuar para derës së shtëpisë për të kërkuar përgjigje dhe arsyen e vonesës. Aty te dera qëndronte Gjibrili dhe i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: melekët tha nuk hinë në një shtëpi ku ka qen apo figura të gjalla. Në dhomën e Muhammedit alayhis salam, pa e ditur ai, kishte hyrë një qen dhe ishte fshehur në shtratin e tij. Muhammedi alayhis salam e pastroi shtëpinë dhe kështu e bëri atë vend të mirëpritur për melekët. Hijri duhet të sjellë besim të gjallë në shtëpitë tona, dhe dëshmia më e mirë e besimit është largimi nga mëkatet. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: hiqni dorë nga haramet dhe do të jeni njerëzit më të devotshëm. Muhammedi alayhis salam nuk do të jetë mysafir në atë shtëpi ku ka alkool. Edhe nëse në të ka Kur'an, ajo që Kur'ani sjell duhet të jetohet në atë shtëpi. Në Kur'anin që gjendet në shtëpitë tona, Allahu Gjelle Shanuhu e ndalon alkoolin, e quan ditësi dhe na pjet: a do të hiqni dorë prej tij? Nuk mund të gëzohet për ardhjen e Muhammedit alayhis salam. Ajo shtëpi në të cilën nuk ka turp, ajo shtëpi ku vajza ecën e zhveshur para babait dhe antarëve të tjerë të familjes, dhe kjo shihet si diçka normale në mesin e tyre. Muhammedi alayhis salam thotë se turpi është pjesë e besimit. Me hijretin, Muhammedi alayhis salam dhe shokët e tij lanë vendlindjen për t'i shpëtuar persekutimit dhe për të ruajtur fenë e tyre. Nga ne nuk kërkohet një gjë e tillë. Ne jemi muhaxhir nëse në jetën tonë gjallërojmë Kur'anin dhe i kthejmë shpinën mëkatit. Të shtëpia e Ejub el-Ansariut në Medinë, ku kishte zbritur, Muhammedi alayhis salam filloi të ndërtonte xhamin. Duke ndërtuar, dhe ajo ishte gjëja e parë që bëri, ua mësonte ndjekësve të tij përparësitë. Ajo që xhamia simbolizon, kjo duhet të jetë në vend të parë për ju. Ajo simbolizon fenë dhe moralin, simbolizon të përhershmen mbi të përkohshmen, kolektiven mbi individuale, simbolizon atë që është e dobishme për njeriu në të dia botët. Xhamia është përkujtues për njeriu, dhe kurdo që njerëzit ja kthejnë shpinën për kujtimit, do të kenë jetë të vështirë. Allahu Gjelle Shanuhu paralajmëron: e kush ja kthen shpinën librit tim, ai do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do të rinjallim të verbër. Zoti im do të thotë:
pse më ringjallë të verbër kur unë kam pasur shikim, japse, do të thot ai, të erdhen provat tonë, por ti i harrova ato, dhe sot edhe ti do t'jesh i harruar. Dëshmia që na ka ardhur është Kur'ani, ai gjendet në shtëpitë tonë. A do t'jetë ai dëshmitar për ne, apo kundër nesh? Kjo varet nga mënyra si e kuptojmë hijrin. Le ta kuptojmë hijrin si rrugë drejt besimit të gjallë. O Zoti i lartësuar, ndihmona që të jemi vërtet muhaxhir, ata që hijrin e tyre e kanë të drejtuar ka Allahu xhalla shanuhu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Amin wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.